Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje ju të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV dhe të TikTokut tim Tirona Lilin. Ja ku po takohemi me mua sonte për të komentuar një ngjarje që në fakt ka ngritur një pikpyetje të madhe tek publiku shqiptar. Çfarë ka ndodhur mbrëm në Big Brother VIP Kosova? E para pyetje që bëhet është pse u ndalua transmetimi, u ndaluan kamerat, nuk u tregua se çfarë ndodhi. Do me thënë, natën e mbrëmshme, vllau i madh kishte organizuar një fest e cila ishte në kuadër të disponimit, të argëtimit, të pozitivitetit të banorëve, jo vetëm të grinden, jo vetëm të ofendohen, por edhe të kënaqin njëri tjetrin me vallëzim, me kënaqësi. Do me thënë, fest në fakt siç organizohet çdo vit në Big Brother. Normalisht në festa të këtilla përdoren edhe pije alkolike ku vajzat preferuan që të marrin nga një gotë. Po nuk thonë macja uthull nuk pi dot. Dhe në këtë rast macja ishte Benita. Benita, pas teprimit të alkoholit brenda festës, do me thënë pasi që u argëtuan, u kënaqën, vallëzonin me Limin, herë Dolcia, herë Benita, Limi siç duket i vuri synimin vetes së tij që jo me dëshirën e atij të dehen gocat, do me thënë të alkolizohen, sepse fundja fundit nëse ajo nuk dëshiron të pi, sado që Limi mund t'ja jep gotën me alkool, ajo nuk e merr. Tani, unë nuk dua që ne të themi të fajsojmë Limin, sepse Limi qënkër ka bërë sebebi që Benita është, do me thënë, e ka tepruar me alkool dhe është ndjer keq, nuk është ndjer mirë, bla 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 bla, do me thënë fjalë që fliten lart e poshtë. Benita e ka tepruar vetë nga dëshira e saj. Dhe Limi mundoheshte që të përdorën situatën. Do me thënë, Limi ka një qëllimin e tij. Ai ka hyrë brenda këtij bigut single, ka hyrë vetëm dhe dëshironte që, do me thënë, të përdorën situatën me gocat, që është e gabueshme përdorja e situatës. Sepse ne duhet në media të japim kulturë tjetër, nuk duhet në media të japim kulturën se si përdoret një gocë në parti, sepse ajo është një lloj kulture që ne kemi dëgjuar shpesh që në parti ka qenë, e kishin bërë tape etj, do me thënë fenomene të këtilla. Por mbi të gjitha, Benita e teproi jashtëzakonisht shumë me pijen alkolike dhe vazhdoi që të shkon, do të thënë vazhdoi që të vallëzon jashtëzakonisht shumë, vallëzoi që ta tepron në fakt me alkohol. Dhe Klodi, djali i cili u bë pjesë në fakt e kësaj ngjarjes, e ka dëmtuar dorën e tij që ju e shikoni në video, gjatë kohës kur është munduar që të heqën Benitën prej atij ambienti, që të mos Benita të mos e do me thënë të mos bie pre e situatave të tilla që një mashkull të përfiton, apo qoftë edhe publiku ta shikonte në atë gjendje, sepse Benita doli krejtësisht nga vetja e saj. Dhe Klodi në këtë mënyrë e ka ndihmuar Benitën, dhe nga fakti që ta ndihmon Benitën, do me thënë, ai ka dëmtuar pak dorën e tij. Por që është grindur me Limin, apo është rrahur me Limin, ashtu siç në fakt u tha, që unë në fakt hodha hipoteza të ndryshme që po të ishte rrahur në thonjza me Limin, Limi duheshte të ketë shenja etj, një gjë e tillë nuk kishte ekzistuar, që do me thënë nuk ka patur një zënk mes Klodit edhe mes Limit, por ka patur një, le të themi, një zënk me fjalë pak e shumë, se përse ti mundosh që ta keq përdorësh vajzën. Tani e ka dehur Benitën, nuk kupton që do me thënë i ka dhënë nga një gotë, kanë pirë së bashku dhe kjo ka ndikuar negativisht tek Benita. Dhe Klodi e ka shpëtuar në një rast Benitën që të mos të bëhej horr i dynjas, do me thënë mos e shikoni njerëzit Benitën duke bërë skena të çuditshme që në fakt janë skena të neveritshme. Do thënë kjo ka ndodhur në raport me Benitën, nuk është se Klodi ka patur zënka apo ka patur ofendime të rënda me Limin.